Lajmet të fundit që e ka pranuar nga prokuroria dhe më na tregu si e keni prit njoftimin e prokurorisë me Lorën e Perizaj për vazhdimin e masës së sigurisë edhe për 2 muaj për 2 djemë që i keni tashmë në paraburgim. Po e kam prit keq se i di që janë të dy të pafajshëm dhe po habit në pse më ju shtyni edhe 2 muaj dyshuarve. Kështu na keni thënë edhe herën e kaluar, mirë po prokuroria apo na thot krejt diçka tjetër. Po unë e di për fëmijët e mi që janë të pafajshëm. Qysh e dëshmon që fëmijët e tu janë të pafajshëm? I vogli ka qenë me datën kritike 1 prill, ka qenë në shtëpi 24 orë. E dytin për shembull akiun e kam që shtot populli as bubrajsi nuk e shkel. Shumë i shumë i mençur, i buti, me as kanë kur nuk ka pas problem. Me qenë se për Akiu nuk është se keni shumë dëshmi për të ditë dhe për të treguar se ku ka qenë natën kritike, por për Rehanin thoni që ka qenë me juve në natën kritike. A na tregon pak më shumë detaje rreth çat ditë, çat natë? Pra me 1 prill. Çka keni bërë me 1 prill? Ka qenë në shtëpi 24 orë, domethënë edhe ditën edhe natën në shtëpi me flet ka flam me mua edhe me shoqën time, domethënë në sallon. Se nuk i kemi kushtet as të mira për banim, kemi pak dhoma. Edhe ka flet, ka nejt, gjatë gjithë kohës, domethënë 24 orë të 1 prillit ka qenë në shtëpi. A keni pas të ftuar në shtëpi ato ditë? A ka dikur tjetër kush e dëshmon që Rehani ka qenë në shtëpi? Të familjes krejt, se familja jonë jena 12 antar. Të 12 e keni pas në shtëpi? Po, të 12. Jo, një e kam në Francë. Po unë po të pyes ata natën kritike, domethënë kur është vrarë Muhamet Lika, ju po thoni që djalin e vogël e keni pas në shtëpi. Kush ka qenë bashkë me juve? Të gjithë. Përveç atia ka qenë domethënë te shitoria, bile ka ardhur me këshyra, është në regionin në shtëpi, ka pyet shoqën e vet, po në shtëpi, edhe me sa e di unë ka dalë prap. Çka keni bërë atë ditë, çat natë? Asgjë. Sigurisht ditë e zakonshme, na ka ardhur keq. Edhe rasti mi shprej ngushëllime familjes së të ndjerit, pasi që ai ka qenë edhe ushtari i UÇK-s, unë kam pas vllau në UÇK, plus unë kam kontribuar në arsim në viteve të 90-ta, domethënë pa pauga kena punu. Në atë mënyrën time, domethënë pa pauga kam punu në fshatat më të larta, sidomos në Kërbleq kam punu gati 8 vite. 30 morë kemi pas rrogën. Kam qartë. Ne kemi biseduar edhe në emisionin që ne kemi bë bashkë për mënyrën, në fakt për emisionin që kemi bë bashkë për vrasjen e Muhamet Likës, ku kemi pretenduar për të gjetë edhe motivin që ka shty Dorasin për të vrarë zotëri Likan. Të lutem, a mund të na tregosh në vizita që i ke bërë gjatë gjithë kësaj kohe, pra po bën për më shumë rreth 1 muaj që të 2 djemt e ju janë në paraburgim, a keni shku shpesh me vizitu në qendër paraburgimi? Djalin e vogël kam shku çdo javë, Rehanin domethënë, kurse djalin e dytë vetëm 2 herë. Çka ke bisedu me ta në këto takime? I kam thonë mos u bani merak se do të del drejtësia në shesh, edhe ato kanë qenë me dal drejtësia në shesh, që mu zbulu kush është Dorasi i vërtet. Po, çka ata të kanë thonë ty në takim? Të sigurisht i ke pyet si prindi, shqetësum, çka kanë ndodhur? Çfarë kanë thënë ata? Asgjë tjetër, veç kanë qef sa më shpejt me dal drejtësia që mu liru. S'kemi tjetër sen. I kam pyet si po kalonin në burg, para burgim, kanë thonë mirë në para burgim, nuk kanë vretje, nuk kanë ndonjë shqetësim, ndonjë, çish më thon, maltretim, mirë po gjatë marrjes kanë pas maltretime.